Është e vërtet që administrata shtetërore është vendosur në një terror real. Ajo është e detyruar për të mbrojtur vendin e punës, të marrë pjesë në takime pa asnjë interes bajate të Edi Ramës. Unë garantoj çdo punojës të administratës që punon në përputhje me ligjet e vendit, që u shërben qytetarëve në përputhje me ligjet e vendit, sa i konsiderohet nga ne një shërbëtor i vyer, i çmuar i shtetit shqiptar, dhe se ndryshimi i pushtetit do të jetë një zhvillim pozitiv edhe për atë vet, mbasi do vazhdojë të kryejë detyrat e tij pa asnjë lloj presioni tjetër përveç se zbatimin e ligjit. Koha është që të gjithë këta punojës votën të mos e japin për atë që i detyron të marrë pjesë në takimet e tij bajate, por të votojnë me 11 maj për ndryshimin, të votojnë për rotacionin, të votojnë për Shqipërinë dhe ardhmen e saj.